Çdo ditë pranë koshave të mbeturinave hidhen tru frutor, mobilje të vjetra, mbetje inerte dhe lloje të tjera mbeturina që nuk duhet të depozitohen aty. Bashkia Kuçov, në bashkëpunim me kontraktorin e pastrimit, po punon vazhdimisht për largimin e tyre dhe për mbajtjen e qytetit të pastër. Hedhja këtyre mbetjeve pranë koshave është ndaluar. Ato duhet të depozitohen vetëm në vendet e miratuara nga bashkia sipas ligjit. Policia bashkiake dhe inspektorët e mjedisit po monitorojnë situatën, ndërsa shkelësit do të ndëshkohen me masa administrative dhe gjoba. Qytetarët janë pjesë e rëndësishme dhe për kujdesje për mjedisin. Bashkia bën thirrje që çdo individ të tregojë përgjegjësi dhe të mos kontribuojë në ndotjen e hapësirave publike. Mbajtja e pastërtisë nuk është detyrë vetëm e institucioneve, por e gjithë komunitetit. Vetëm duke vepruar së bashku mund të krijojmë një qytet më të pastër dhe më të shëndetshëm për fëmijët dhe brezat që vijnë. Bashkia u bën thirrje të gjithë qytetarëve, le ta mbajmë qytetin tonë të pastër, është detyrë e të gjithëve. Bashkia Kuçov, mjedis i pastër dhe stop ndotjes.